Mirë se vjen. Shumë faleminderit për ftesën edhe për të diskutuar këtë çështje pak më me pak luftë për kohën. Na shpjego çfarë është në thelb gjithë kjo nismë. Ju e bët një parantezë, për hir të së vërtetës, kjo është një nismë e cila në fakt ka ardhur si rezultati një iniciative nga një grup informal në qytetin e Korçës, ku aty profesionistë të ndryshëm të përballur me një çështje që ishte konkrete në qytetin e tyre dhe që komuniteti u bë shumë i ndjeshëm, ku një prej fëmijëve të qytetit, le të themi, por vatej në sistemin shëndetësor për të diagnostifikuar me një sëmundje që, le të themi, sistemi jonë shëndetësor nuk po e adresonte dot si duhet. Dhe vetmja zgjidhje për familjen... Që i smur, por nuk e ekzaminonin dot se çfarë sëmundje kishte. Edhe do ta shpjegojmë pak edhe më vonë që ne kemi kërkuar suport jo vetëm për ata të cilët sëmundje për të cilat nuk i përballon dot sistemi jonë shëndetësor ose nuk i kuron dot, po dhe për ato të cilat nuk gjendet, le të themi, forma dhe diagnoza nga se vuajnë për të trajtuar në një sistem më të përparuar spitalor, siç mund të jenë ato jashtë vendit, por që shpenzimet të mbulohen nga shteti. Kjo nisi kështu, një grup qytetarësh nga Korça, iniciator të kësaj nisme ligjore, ligjvënëse, menduan që nëse një familje shqiptare, fëmija e tyre smuret, nga që kemi kuptuar në të gjithë këto vitet, është që ose do duhet të rënojë ekonominë e vetë nëse ka një ekonomi të tillë, për ta kuruar jashtë vendit ose për të diagnostikuar jashtë vendit. Kur i ka mundësit për ta përballuar duke shitur shtëpinë apo çdo formë tjetër ose duke hequr çdo kursim. Ose ajo që është forma që ne kemi parë shpesh, ku shqiptarët janë treguar shumë solidar, që janë GoFundMe. Ose e të njëjtës natyrë janë fondacione të ndryshme që, le të themi, mbledhin financa nga qytetarë të tjerë për t'i mundësuar kurimin e një fëmije. Ose dhe i qytetarëve të tjerë përgjithsisht, jo vetëm